çfarë duhet bëj unë sepse kam dyshime se vjera po na bën sehire. Ka të eci, ajo më vjen mbrapa dhe më prek shpesh herë me duar, më hyn në dhomë, mi kontrollo teshat, e çfarë kam unë aty, plus burrit tim kur gati s'mlen me ja qit kafen unë, po don vetëm ajo, dhe sa herë du me hangur bukë, nashti ndonjëherë kur më merr uria, ajo vjen mbrapa me dhe rrin mbi kokë. Jo haje këtë, jo haje atë. E desha me ditë, a mundet me më kap sehirja edhe pse po falem? Unë mendoj se kjo vjera jote është një smur me certifikat, me patent. Nuk besoj se kjo lloj e smure mendore tjetë magjistare apo sehir baze, kështu që stresin zero, ketë bësh me i budallaqe, edhe trajtoje me mëshirë, e trajtoje me dhimbshuri se kjo qeka e lut me menç. Kjo qeka e lut me menç me patent universale. I shoqi i bjerë qëmonës, i bjerë lahutës. E drejtë është ajo që thot Xhakadriu, po mirë, ti thot burrit. Po përderisa burri s'ka zgjidh gjë, për ne ka pyet hoxhën e shkreta. Burri qeka për të hongër dhe për të pi.